Ma mirë me ken se me u duk. Tingëllon shumë aktuale kjo shprehje e Dom Ndërmjetës, aq më tepër sot ku në fshatin Kukel të komunës së Bushat nisën kërkimet e 100 vjetorit të kishës së ndërtuar nga vetë Mjeda më vitin 1913. Fillimisht Domnik Ugjini bëri hapjen e kalendarit të festimeve me një fjalim të shkurtër para të pranishmeve, ku merrnin pjesë kryetari i komunës Bushat Zef Hila, deputeti i zonës Gjokul Dedaj, zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës Nora Malaj e të tjerë. Me mirë me ken se mu duk. Kjo do thot, programi do zhvillojmë në heshtje, në lutje dhe reflektim, të cilat e kanë shëshruar veprimtarinë e klerikale dhe shoqërore të poetit ton Mjeda. Kjo trashëgimi duhet në mënyrë urgjente të botohet sa është një pasuni e madhe kombëtare. Detyra kryesore i takon institucioneve të kulturës, të arsimit edhe studiuesve shqiptar, edhe arkeologët përgjithësi. Kompleksi në fshatin Kukel përbëhet nga 2 objekte të lidhura me njëri tjetrin, Kisha dhe Qela. Të dy këto objekte janë projektuar dhe realizuar nga Dom Ndërmjeda, i cili ka qëndruar dhe shërbyer aty për një periudhë 30 vjeçare. Gjatë viteve 1962, 1979 dhe 1982-1991 ka patur funksionin e një shtëpie muze kushtuar poetit Ndërmjeda dhe e pajisur me objekte të ndryshme të vetë klerikut. Në shkurt të vitit 2012, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e shpalli kompleksin Monument Kulture.